Për ty ka ndonjë institucion shqiptar që do doje të ishte i tillë në Kosovë? Institucion në Shqipni, Po. që nuk më bjen asnjë ndërmend. Unë kam shumë shok, si më thonë, në rrjete sociale, shok dhe shoqe të Shqipnisë që në momentin që ndodhin disa prej proceseve si i fundit që ishte me zgjedhjet lokale në Kosovë, kur ndodhin, ata gjithmonë e bëjnë krahasimin, besoj me të drejtë, qysh në Kosovë rezultatet përpunohen mbrana 24 orë, le ta themi, ose më shumë më pak orë, edhe janë disa për institucioneve janë shumë efikase. Si ka mundësi nuk i ke zili asnjë gjë Shqipërisë? Nuk e di, veç njerëzve në përgjithësi edhe detit nështë. Ama politikant, hiç se hiç. Por atë që i keni, unë besoj që ka alternativa ose janë duke u ngjizë disa alternativa në Shqipëni.